أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندرين يتقون الله سبحانه وتعالى باقي مشير الله لوتjet më të mira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe të nderuar një prej sifateve dhe cilësive të cilat i ka lëvdu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i kanë nxitur besimtarët që t'i posedojnë ato, jo vetëm kaq për ka premtuar shpërblim për atë të cilin e mban dhe shoqëron kjo cilësi, dhe ka përgëzuar se do t'i bën dobi në ditën kur do të del para Allahut subhanahu wa ta'ala. Cilësi e lëvduar tek njerëzit dhe cilësi e lëvduar tek Allahu subhanahu wa ta'ala është sinqeriteti, as-sidq, të qenit i sinqert. Nuk flasim këtu që të jesh i sinqert me dikën për njerëzve, po e kena për qëllim sinqeritetin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është cilësi që duhet ta ketë çdo besimtar dhe nuk është kush që të jetë besimtar dhe ta ketë këtë cilësi. Andaj dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, o ju që keni besuar, keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala wa kunu ma as-sadiqin, dhe bëhuni nga ato të sinqertët. Dhe thot për në ditën e gjykimit, yawma yanfa'u sadiqina sidquhum, dhe atyre në ditën e gjykimit, në atë ditë ku atyre të sinqertëve do t'i bën dobi sinqeriteti i tyre. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në ajet tjetër thot, dhe janë ato të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala ju ka dhënë të mira dhe i ka përmendur 3 grupe. Minen nebijine, was-siddiqina, wash-shuhada. Ka thënë janë 3 grupa. Janë pejgamber, janë të sinqert dhe janë shahida. Dhe muhasuna ulaika rafiqa. Ku ka shoqëri më të mirë se këta? Këto janë vëllezër njerëz të cilët do t'ju bën dobi sinqeriteti kur të dalin para Allah subhanahu wa ta'ala. Thënë dietarët, o ti i cili nuk je i sinqert në adhurimin tënd, në punët tuaja, në islamin tënd, në besimin tënd, mos u lodh. Mos u lodh kot. Se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk mund të mashtrohet. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk mund të tradhtohet. Dhe vëllezër, nëse e shihni si thot Imam Euzaiu, thot gjeneratat e para më shefnin veprat e tyre për ta ruajtur sinqeritetin e tyre, sikurse fshehnin mëkatet nga turpi që kishin nga njerëzit. Veprat të cilat i kishin i fshehnin, dhe thuhet se ndonjëri nga ata çante nga frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, çante nga përkujtimi i dhënjes së llogarisë, çante nga mallëngjimi me takimin me Allah subhanahu wa ta'ala, lëtonte në jastëkun e tij dhe gruaja e tij nuk e dinte se ky po çon për hir të Allahut. Ndërsa sot, nëse dikush çohet për namaz natë, ndezën gjithë dritat e shtëpisë dhe i çohet familjes, po çoni vetë se ajo këtë jetën do në mendojt në gjumë, si çoni 2 recate mi fal. Pse? Se sonte jam çumone. A pse çohet gjatë gjithë vitit se ka problem. E bën një vepër të mirë dhe i rrin mendja aty s'mundet me nejt pa mos mi përmend se e ka bën. Jo ta fsheh. Jo që mos ta shef dikush. Po s'mundet me nejt pa mos me kallëzu dhe indirekt me lëvdu veten se e ka bën. Jo vetëm kaq, por është fatkeqësi kur dëgjon prej neve si musliman, jo që lëvdohet me veprat e mira, po lëvdohet me mëkatet të cilat i bën. Dhe nuk turprohet fare dhe mëkatet të cilat i bën. Vëzër, gjeneratat e para i kam sheh veprat e mira, ne sot si fshehim gjinahet. Sa gjinahe ne i bëjmë në sytë njerëzve. Sa gjinahe ne i bëjmë dhe krenar. Krenar, pse e bojnë atë gjuna? Tash mos përmendi gjinahe. Andaj, nuk është në islam sa ki bo stazh, sa vjet falesh, sa dhe sa, a din të unë e pikur jam, a din se gjysh jem ka qenë hoq, a din se baba jem ka qenë hoq, a din se dajem, sa
ibn Muadh ka qenë një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë kryesori i fisit Aus. Kur e ka pranuar Islamin, ka shku te populli vet i ka thonë, ai ka qenë prisi. Ka thonë, unë e kom pranu fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush se pranon pi mu sot e ka të ndërprej me kontaktin. Gjithë fisi e pranon Islamin. Nuk ka pojenta këtu, pojenta o dikon tjetër vjen Gjibrili i veshur, i mbuluar me një pëlhur më ndafshit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot kush është ai rob prej robëve të Allahut i cili sot ka ndru jetë. Dhe është dridh dhe është shkund arshi Allahu subhanahu wa ta'ala. Qohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe merr teshën e tij dhe tërhek zvar dhe niset direkt ku? Te Sadi. Niset direkt tek ai se e ka ditë çfarë pozite ka. Vëzër, vdekja e tij dridhet arshi Allahut, zbresin 70.000 melek në gjenazën e tij. A dini sa vjet ka jetu në Islam kë? 6 vjet. 6 vjet ka qenë musliman. 6 vjet ka qenë musliman. Në 60 vjet jemi musliman, kena ende probleme me sindet kryesore, me sindet bazike. Kena met në vend, herë mrapa, herë para, herë mrapa, herë para. Tregon Ibn Jauzi se Imam Shafiu e ka pa në andër Imam Ahmedin. Dhe e qënë Rabia ibn Sulejman, e qënë dhe të thot qoja këtë letër Imam Ahmedit. Kur shkon atje, dhe merë Imam Ahmedi letërën e shep dhe fillon qanë. E pytëm me thonë, qka kje? Pse qanë? Ja të regon andër, thonë të Imam Shafia, ka po në andër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka thonë, qoj selam Ebu Abdullahit, thaj qoj selam Imam Ahmedit, inneke se tu pëtela, ti do të sprovohesh me fitnën e khalqë Kur'an, krimit të Kur'anit. Fathbut, duran këtë sprov, Allahu subhanahu wa ta'ala, do me thonë, do të bën alem, do të bën që ti të mbesësh në histori, do të bën ty yll ndriques ku do të kthehen njerëzit për me marrë dituri. Televizora s'ka pas, vëllezër. Gazetar s'ka pas. Me i shkru dikur s'ka pas. Inqizime, sa derë se kena të inqizun për Imam Ahmedit? Sa derë se kena të inqizun për Imam Shafiu? Sa derë se kena të inqizun për Imam Ebu Hanifes? Sa derë se kena inqizun për Imam Malikut? Kush për neve nuk i njef ato? Kush si njef ato? Si kanë arrit që të mbrin emri atyne pi atëherë sot? 1200-300 vite. Si ka mundësi? Si ka ki sinceriteti që kanë pas në zemrat e tyre. Sa ka pas dietar në kohën e tyre. Sa ka pas musliman në kohën e tyre. Kush përmendet? Ma kane lillahi dama o të tasal. Thënë qka ka qenë për Allahon, vazhdan dhe mbetet. Ibn Temia, pjesë të madhe tjetës ti e ka kalu ku vëzër? Në burg e ka kalu. I qënë një për djetarve dhe i thot shko, i thot në zanzve të Ibn Temijës, thot këti njeriut ka me qua Allahu dikant prej njerëzve që ende s'kan lind, ka me a shërby diturin si shka ki sinceritetit që ka. Edhe ka Muhammed bin Qudam el-Maqdisi, pas vdekjes Ibn Temijës, ka ecë gjithë dunjan me lyp ku ka dhe një fjalë, ndë një fjali, ndë një shkronjë që ka shkrujt Shekh l'Islam Ibn Temija. Edhe ka mbet një histori. Sot edhe jo muslimanët studiojnë historinë e tij. Me çka janë ngritur të njerëz? Kur flasin dietarët, kur flasin për Imam Malikun, Abdullah ibn Mubareku, për Imam Malikun, janë për tjetrin të flasin.
Imam Ahmedi kështu më radh, thot nuk është ngrit vetëm se si për shkak të veprave të mshefta që ka pas me Allahun subhanahu wa taala. Sinqeriteti arrihet me veprat mshefta që na i kena mes neve dhe Allahut subhanahu wa taala. Gjithë njerëzit janë barabartë në veprat dukshme. Ajo që i ngrit njerëzit në saf, një saf janë. Gjithë falen njësoj, me minuta gjithë njësoj, me ruku gjithë njësoj, me sejdë gjithë njësoj. Selam zbashku japin. Ajo që i bën dallimin është mbrëmësia, është fshehtësia, është sinqeriteti, është lidhja e tyre me Allahun subhanahu wa taala. Andaj falen në një saf, siç e përmendëm në hadith në gjëratat më herë, se dikush e ka një të vjetën, dikush një të nëntën, dikush një të tetën, domethënë e kështu me radhë, e kështu me radhë. Andaj të kur lufdoni njëri tjetrin, thonë për Imam Malikun nuk është ka ngrit Allahu subhanahu wa taala, ka pas libra si Imam Maliku, se ka Muwatta sot, ka pas shumë libra. S'ka mbet, ka mbet veç Muwatta Imam Malik. Veç libri i tij haditheve ka mbet. Thot nuk e ka ngrit Allahu vetëm si veprave që ka pas shehta me të mes Allahun. Këtë kanë thënë edhe për Abdullah ibn Mubarekun, këtë kanë thënë edhe për Imam Ahmedin, këtë kanë thënë për gjithë gjeneratat e para të së. Andaj, nëse ne, si besimtar, nuk i japim rëndësi pjesës të brendshme, më shumë se sa pjesës jashtme, nuk fokusohemi në përmirësimin e vetes tonë, punojmë sinqeritet, punojmë që na t'jena 100% sinqert me Allahun subhanahu wa taala, nuk do të na bën dobi pjesa jashtme. Dhe dini se prej gjënaheve më të mëdhaja që se vdes njeriu pa mos mu pendu është kush? Shirku, apo? Shirku madh, po dhe kush? Shirku vogël. Çka është shirku vogël? Ti me bo, të dyja që munges sinqeriteti. Kjo s'ka fare sinqeritet ndaj Allahut, të adhuron dikën tjetër, dhe shirku vogël është të adhuron Allahun subhanahu wa taala, ama i shoqëron ka pak edhe dikën tjetër. E këtë se fal Allah subhanahu wa taala. Del para Allahut ka me thonë, shko ke ato që ka i ke përzi në adhurim, shko lipi aty në shpërblim. Allahu nuk pranon vetëm se veprën e sinqert vetëm për atë. S'do më përzi kush në adhurim. S'pranon kërkon sherik. E don që t'jetë vepra khalisaten lillah, t'jetë e pastër për Allahun subhanahu wa taala. Andaj lusë Allahun subhanahu wa taala, na i pastron zemrat tona. Lusë Allahun subhanahu wa taala të na jep sinqeritet në veprat tona, na jep sinqeritet në besimin ton, na jep sinqeritet në dinin ton, se kjo do të jetë arsyeja vetme e cila do të na përmirëson gjendjen tonë dynja dhe do të na përmirëson gjendjen kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed.